Komisioni për mbrojtjen e konkurrencës ka gjobitur 10 kompani sigurimesh, me një gjop totale prej 276.000 eurosh. Ata kanë bashkëpunuar mes vete dhe vitin e kaluar kanë rritur çmimin e regjistrimit të automjeteve, përmes rritjes së çmimit të polisës së sigurimit të detyrueshëm për automjetet. Kjo është polisa e detyrueshme që çdo pronar automjeti duhet ta paguajë gjatë regjistrimit. Në procedurë është konstatuar se kompanitë e sigurimeve gjatë periudhës 1 mars 2024 deri më 7 maj 2024 kanë shkëmbyer informacione të ndjeshme, kanë koordinuar aktivitetet dhe në një kohë të jashtëzakonisht të shkurtër kanë marrë vendime identike ose të harmonizuara për rritjen e pjesës së premiumit për kryerjen e aktivitetit e ashtu quajtura shtesë administrative. Sipas komisionit, 10 kompanitë e sigurimeve kanë kryer formën më të rëndë të shkeljes së ligjit për mbrojtjen e konkurrencës. Kjo lloj sjelljeje përbën kufizim të konkurrencës qëllimisht, pra formën më të rëndë të shkeljes sipas nenit 7 të ligjit për mbrojtjen e konkurrencës. Shkëmbimi i informacioneve dhe marrja e vendimeve të përbashkëta për çmimet zëvendëson politikën e pavarur të biznesit me veprim të koordinuar kolektiv në treg, gjë që është rreptësisht e ndaluar. Më parë, komisioni ka konstatuar kartel edhe tek marketet. Për bashkim kartelise dhe marrëveshje çmimesh, 4 zinxhir të mëdhenj marketesh janë gjobitur me nga 50.000 euro secili, si dhe lidhje e odëve ekonomike me 18.000 euro. Të dy procedurat, si për marketet, ashtu edhe për kompanitë e sigurimeve, komisioni i ka nisur këtë pranverë.